Mateo nuk interesohet më për Brikenën dhe ajo sapo u shfaqe për lotur. Me sa duket raporti I tyre mori tjetër rrjedh dhe mes tyre është krijuar një krisje. Ajo u shfaqe për lotur në dhomën e rrëfimit, ku ka treguar se nuk po ndihet mirë për shkak të situatës së krijuar. Kjo situatë nuk po më bën të ndihem mirë. Këto ditë nuk kam qenë mirë sepse Mateos nuk I ka interesuar për mua. Nuk mund të pretendosh që çdo gjë zgjidhet vetëm me një bisedë. Unë nuk jam robot. Unë s'kam bërë asnjë lloj gabimi. Prap unë po dale keq, tha ajo. Mateo pranoi se të dy kanë karakter të fortë dhe shpesh përplasen për shkak të kokëfortësisë. Të dy jemi kokëfort dhe mbajmë ato inatet tona. Ajo priste të vija unë prisja të vinte Brikena, u shpreh ai, duke treguar se mungesa e hapit të parë nga secili ka ndikuar në ftohjen e marrëdhënies. Sipas tij, distanca që është krijuar mes tyre është e përkohshme dhe ekziston vullneti për ta përmirësuar raportin. Normalisht jemi pak të ftohtë si fillim nga të gjitha ajo situatë që kaloi dhe shpresoj shumë që t'i zgjidhim çdo keqkuptim që kemi me njëri tjetrin dhe se unë dua të jem me Brikenën edhe as nuk dua ta mërzis. As nuk dua ta lëndoj, tha ai. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.